Në korrupsionit, jo rishfet i rëndomt. Njep kaq lek zarfe gjitha me radha, kupton shpendin? Është korrupsioni është edhe shpirtëror. Por e di që na mban eva. Në radhë parë un kam kuptuar nga ky trajtimi që bën ti që e ke identik me mua. Që në çdo lloj drejtimi që neve futemi, ke dy zgjedhje. Dritën dhe errësirën. Po të flas në gjuhën tonë. Dritë dhe errësirë. Pra janë të dy aty. Nuk janë tangenciale, sepse ekzistenca e njërës pamundson tjetrën, po pati dritë nuk ka më errësirë. Kupton shpendin? Por që jemi në udhkryq. Dhe të dyja na joshin. Forma e joshës është totalisht e ndryshme. Josha që të bën drita është edhe sa e mban frymën ti. Pra, të vjen një e keqe, do kalosh direkt te errësira, që ta kompensosh, apo do vazhdosh me kokën lart, apo do vesh përqafosh të keqen dhe do bësh atë që neve në rëndom në zhargon e quajmë shitja e shpirtit. Ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone On Plow, Stax Consulting, Eden Decor dhe stacioni librarisë.